Hashim thot që ishte këtë ditë në Kosovë. Shumë mirë që ishte një udhëtim vërtet, një ardhje vërtet emocionale e tij, pasi që e kishte babën e smun, erdhë dhe e pa u shmall me familjen e tij. Mirë po me kthimin e tij, eksponent të PDK-s janë që të thonë që ai po shkon atje tash mu ballafaqu me akuzat që ja paska po Albin Kurti. E kjo nuk është e vërtet. Albini nuk e ka akuzuar as ata as një tjetër, as një herë për ato që ballafaqohen në Hagë ata. Atë narrativ. Madje përkundrazi janë konë kundër gjykatës speciale dhe kanë votuar kundër. Janë BDK-ja ata që kanë votuar pro edhe me pas mundi kishin marrë edhe ka 2 vota. Prandaj në këtë rast, këta kanë punë me LDK-n, pasi që pikërisht eksponentë e LDK-s në mënyrë të vazhdueshme para zgjedhjeve, para fushatave zgjedhore, gjithmonë që ishin të thonë që prerësit të ndërtu narrativa, që prerësit e PDK-s gjoja janë vrasës. Përkërisht për këtë çështje janë të gjykuar ata në Hagë. Thotë kjo narrativ nuk është ndërtuar nga VV, po nga PDK. Follow profilit për madje premieri nuk është anazë. Pra, në këtë rast nuk duhet të akuzohet Albini, po tjetër kush. E me këta, do të thonë, para zgjedhjeve ndodhin këto akuza, pas zgjedhjeve bëjnë koalicion. E që ky koalicion po do të ndërtu prapë, sepse këta kanë shumë përbashkëta. Fatmirësisht populli nuk e han më këtë fore, edhe nuk e kanë armën me votu se si kanë numra, edhe modesht s'kanë numra, s'kanë përgjithësi.